Benji. Ollie and Benji. Ollie and Benji play together. Ollie and Benji forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Karls dhe Schuster luajnë në mesfush. Schuster është djathtas dhe 8 herë nga 10 shkon të gjej një korridor nga ana e majt. Vetëm se kur e bën kështu, e humb gjithnjë kontrollin e topit. Karl-Heinz Schneider. Për herë të parë e kam takuar në stërvitjet e Grunwald. Forca, gjuani! Ju a thash, nuk kam ardhur kot që nga Japonia këtu. Mësoni me këtë ide. Lareni se rregulloj unë. Largoni. Tani me snesh. Arriti të kap gjuajtjen e Schneiderit. Këtë e ndalova. Hë pra fillo, i ke gati të gjitha materialet. Po, Benji ka mbledhur një sër informacionesh. po, kur luaja në Gjermani, mbaja shënime për të gjithë shokët e mi të skuadrës. Dhe janë të vlefshme. Po këto janë informacione për lojtarët gjerman. Ke bërë një punë shumë të mirë, të lumtë. Këtu janë renditur të gjitha karakteristikat e kundërshtarëve. Nuk jeni të detyruar të mësoni të gjitha përmendësh, por të paktën fiksoni karakteristikat e atij që do të mbuloni. Ej, Benji, si ka mundësi që këtu sipër nuk është shkruar asgjë për portierin e tyre? Është e thjeshtë, sepse Dieter Müller është një portier enigmatik. Një portier enigmatik? Po, një enigme mbuluar nga misteri. Unë nuk kam luajtur kur kundër tij. Sidoqoftë, ai edhe në Gjermani nuk është se është një portier i njohur. Sa çudi, as Benji nuk e njeh. Mirë, unë nuk kam nevojë për informacione për t'i bërë gol. Më mjafton goditja e tigrit. Askush nuk mund ta ndalojë. Djema ju përgëzoj, ja pra dhe finalja e shumë pritur për të gjithë. Fitoni këtë ndeshje dhe atëherë do të bëheni kampion të botës. Po! Dhe tani, ky është formacioni që do të zbres në fush. Sulmues, Lenders, Everett dhe Winter. Po! Mesfushor, Harton, Baker, Daimon është edhe Melo. Po! Mbrojtës, Callaghan, Harper dhe Jum. Po! Ndërsa në port do të luaj Benji Price. Po e kuptove mirë, në port do t'jesh ti Benji Price. Çfarë the trajner? Po unë nuk e prisa këtë gjë, trajner. Hajde forca, tani e ke ti radhën të mbrosh portën ton, Benji. Lenders. Dëgjoj, që të them të vërtetën ndaj teje, këto kohë të fundit kam patur shumë antipati dhe e di që ju ka ndodhur dhe të tjerëve. Por di edhe tjetrin që e sjell kështu sepse ta ka kërkuar trajneri, prandaj.
Pranoje faljen time. Më vjen keq që kërkova të sillesh ashtu. Nuk ka gjë. Të bëra të urryer sepse dua që djemt kuptojnë se sa të egra janë skuadrat europiane. Dua që të kuptojnë largësinë që na ndan dhe të përqendrohen shumë për finalen. A je i gatshëm ta bësh këtë për mua? Nëse është për të mirën e skuadrës, po, sigurisht trajner. Po ju, a jeni i sigurt se ne po bëjmë gjën e duhur? A e mbani mend se si edhe më parë skuadra ishte e bashkuar rreth Mark Landers? Mos u shqetëso. Nëse djem do të akuzonin dikë, jam i sigurt se do të dinin të mblindin veten pas. Është tipike për një skuadër që e di se sa e madhe është. Komplimente, Benji, ke bërë një punë shumë të mirë. Sinqerisht, faltejen e patëm përmirësime vërtet të pabesueshme. Të mos harrojmë që Warner i ka pësuar një dëmtim serios në dorë. Prandaj nuk mund të luaj, e ke di radhën. Po mos isha dëmtuar në dorë, nuk do të kisha lejuar kur të zbrisje në fushë. Por duke parë rrethanat, e ke ti radhën. Jam shumë i lumtur. Më në fund do të kthehemi në fushë. A e more vesh. Të gjithë janë me ty. Në rregull. Do të luaj me ju, Djema. Po nëse zbres në fushë, dua të fitoj finalen. A jeni dakord me mua? E marrë e mira, sa do doja të luaj edhe unë. Ne duhet të mendojmë për të mirën e skuadrës, do të luajmë ne për ty. Po, jemi në duart e sigurta. Forca, kapiten, pa çifat në këtë ndeshje. Pa çfat edhe ti, mik, nga zemra. Sot kombëtarja e të rinjve japonez do të luaj për titullin e kampionit. Nuk përgjigjet askush. Asgjë. Çudi, kush e di nëse mami dhe babi do të vinë për të parë ndeshjen. Gjithçka filloi kur babi im, që ishte zëvendës trajneri i Grunwaldit, hoqi Smithin, lojtarin titullar nga formacioni kryesor. Kjo është diçka e papranueshme. Më miri fare. Të tërbuar. Sipas teje, a ja vlen të durosh këto kundërshtime vetëm sepse nuk do që të luaj djathtë? Oh! Më vjen keq që u përfshive dhe ju në këtë çështje të shpifur. Por nuk mund ta ndryshoj më vendimin tim. Mami. Mendoj se babi bën mirë që nuk dorëzohet. Atë ditë i mat iku nga shtëpia, dhe për shkak të një lojtari, familja ime u coptua. Me që gjërat janë kështu, mamaja ime është e rëndësishme të vijë në këtë ndeshje për të kuptuar më mirë motivet e babait tim. Dhe më në fund ka arritur finalja, një finale që ka përballë Gjermanin, që ka arritur me lehtësi deri këtu, dhe Japonin, që arriti të mundte Argjentinën dhe Francën në 2 ndeshje tepër luftarake. Jemi kureshtar dhe shohim se kush do ta fitojë titullin prestigjos të kampionit të botës. A jeni gati, Djema? Po, trajner! Ju prezantoj një shok të ri, do të jetë portieri ynë. Emri i tij është Dieter Müller. Ai është Müller, ai që nga portieri enigmatik. Shikoni sa gjigant. Kam përgatitur taktikën që duhet ndjekur dhe kam vendosur që në pjesën e parë është më mirë t'i lejmë të shfryjnë si të duan. Tek e fundit portieri ynë është i pakalueshëm. Ajo që vendosni ju është mirë për të gjithë, trajner. Më duket se kjo është gjëja më e mirë për të bërë, çuna. Do ta përballoj me kujdes Japonin. Edhe sikur të shënojnë, ne do të mund të kalojmë pa problem në avantazh. Ju lutem, Djema, të bëjmë tifozlik për Olin, në rregull. Më vjen shumë keq që burri im bën kaq zhurmë. Edhe mua më pëlqen të bëjmë tifozllok për Olin bashkë me shumë njerëz të tjerë. Urdhëro, Meri. Oh, faleminderit. Sa të mira janë. Po shkoj t'i vë në kuzhinë dhe do të kthehem së shpejti. Vetëm kjo na kishte mbetur. Erdhi koha. Lojtarët tanë janë gati për të zbritur në fushë. Atëherë mos bëni zhurmë. Jepi Oli, ti je kampioni ynë. Po, Oli, ti je i të gjithëve. 2 skuadrat po bëjnë hyrjen e tyre në fushë, ndërkohë që publiku broret për Benjaminët e vet. Pas pak fillon ndeshja përmbyllëse e kampionatit.
mami, me siguri Karl do t'jetë futur në fush. Po, Maria, erdha. Skuadrat janë vendosur në mes fush. Në këtë ndeshje do të shohim sfidën personale mes dy mbrojtësve ekstrem. Gjermanit Müller kundër japonezit Price. Dhe kështu kjo është ndeshja e parë e Benjit në kampionatin botror. Sa mirë që e kuptova. Mezi po pres të filloj zoti Price. Schneider, jam gati. Do të bëjmë atë mirën. Në fund, nuk dua që të kem Benji. Kuraja Oli, nuk pres momentin që të shoh se si do të gëzohesh, kur të bëhesh një kampion i vërtet i botës. Biro, luaj me krenarin që na dallon. Babi. Mirdita. Përshëndetje. Dhe Gjermania jep goditjen e parë. Kujdes, Oli! Po! Dhe Baker sfidon me njerë Schusterin. As mos e mendo! Po Schuster arrin ta kapërcej lehtësisht. Schuster, numri 10, Truri. Ka 8 herë që shkon të gjej një korridor nga ana e majtë. Vetëm se kur vepron kështu, ndodhe dhe që e humb kontrollin e topit. Tani! Mos çfarë? Të lumt, Oli! Të dhënat e Benjit ishin të sakta. Edhe kjo nuk na duhet tani. Schusteri e humbi topin. Kujdes atëherë. Të lumt. Dhe pas që këtë ja ka thënë Benji. Ky është rasti i artë. Në sulm. Oliver Harton përparon me shpejtësi drejt portës kundërshtare. Është i imi, nuk më ka ëndrat. Tom! Shkëlqyeshëm arriti të kalonte dhe ndalimin e Kalc. Je i madh, Tom! Dyshja e artë bën ligjin në mesfush. Jepi! Të shohim nëse do të mund të shënoj para gigantit enigmatik, portierit Dieter Müller. Është gigant fare. Çfarë po ndodh, Harton? Përse nuk gjuan? Ka humbur tempizmin e tij. Jep, Oli! Bëj një goditje në ajër. Çfarë pozicionimi? E mbulon shumë mirë portën. Është e kot të gjuash. Është i madh. Duhet të gjuaj fuqishëm. Këtu duhet një goditje me efekt. Tani! Në fakt ai e bëri quajtjen. Topi u ngrit në ajër pa pritur dhe ra në fush. Müller i tërhiqet në vijën e portës. Bën një hedhje të jashtëzakonshme. Me sa duket do të përpiqet të arrijë trajektorin e topit me një dorë. Përkundrazi jo. Arrin ta mbledhi topin me një dorë. Është një provë shkaftësie dhe sigurie. E pabesueshme, nuk kam parë kurrë një gjë të tillë. Müller e ndaloi me një shkaftësi të madhe gjuajtjen e fuqishme të Oliver Harton. Forca, Oli! Duhet të them se giganti ynë nuk është fare keq. Jam dakord. Ti lëm të luajnë përsëri. Dhe tani jari vënia e çuditshme e kapitenit gjerman. Skuadra e Gjermanisë duhet të përfitojë nga ky gabim për të rimarrë topin. Po tallesh me ne, ë? Lëshimi Everett. Je i madh, por je edhe i ngadalt. Prit e këtë! Një gjuajtje shumë e bukur. Dhe portieri shpëton portën e tij. Ky Müller enigmatik mund ta ketë trupin e gigantit, por ka dhe shkaftësinë e maces. Nuk është e mundur. Kush do ta ketë radhën për të goditur? E marrë mira. Nuk ndalo ka kur, tani e kam radhën unë. Nga mbrojtja e Japonisë bëhet gati Callaghan. Oli vuri në shënjestër cepin majtas, kurse Everett djathtas. Tani do të provojmë në të majtë poshtë. Forca! Duhet t'ja dal! Provon një gjuajtje nga distanca. Edhe një tjetër Müller e neutralizon me lehtësi. E marrë mira. Dhe tani e ka radhën Diamond. Prite këtë! Diamond përzjodhi djathtas poshtë. Por Mülleri është në trajektore dhe bën kujdes. Pa prit mas futet Lenders. I afrohet topit. A do të arrijë të shënoj? Müller e ndalon gjuajtjen e Lendersit dhe me dorën e majtë. Çfarë? Fal krave drejtit të fuqishëm, portieri zbesh shpresat e japonezëve.
Është imi. Tani ka ardhur koha të merremi pak me Holin. Schuster dhe Karl përpiqen të ndalojnë Harton, por Holly është shumë më i shpejt se ata. Ej, mos u bëj mendje madh. Është një ndërhyrje e keqe e Karlcit. Arbitri fërshëllem për faull. Të shpresojmë që të mos jetë ndonjë gjë e rëndë. Si ndjesh, a je mirë? A ngrihesh dot Oli? Po mirë jam. Për fat të mirë nuk është ndonjë gjë e madhe. Dhe tani skuadra japoneze mund të shfrytëzojë rastin. Jemi 6 ose 7 metra nga zona e reptësisë, një rast shumë i mirë. Duhet të spostojeni. Mua nuk më duhet muri. Po si nuk të duhet? Kjo është diçka e re. Portieri nuk ka nevojë për murin. Müller po tallet me ne, më duket. Si mund të shënosh me një portier kaq të zot? Me një të tillë ndihesh i pafuqishëm. Nuk mund të vazhdoj me të njëjtat gjuajtje. Duhet të ndryshojmë. Oli. Ha? Kështu nuk është mirë. Nuk e duroj kur tallet me ne. Duhet i bëjmë një gjuajtje si predh. Duhet të them diçka, Mark. Me mua nuk funksionojnë lojrat tuaja. Jepini. Unë do t'i pres të gjitha. Po, në rregull, është një ide shumë e mirë. Kush do të gjuaj? Oliver Harton apo Mark Lenders? Do ta shohim. Forca. Nisim vrapimin së bashku. Gjuajtja e tigrit apo topi me të prerë. Kësaj here i pamposhturi numri 1 nuk e di se çfarë të pres. Shohim që Oliver Harton para kalon. Dhe bën sikur gjuan me rëshqitje. Në të vërtet ai e pason Lendersit. Strategji interesante. Për t'i bërë gol këtij portieri, duhet të shfrytëzoj në maksimum instinktin tim të sulmuesit. Lenders karikon të djathtën e tij të fuqishme. Por Müller e ndalon kërcënimin. Dukej sikur topi do të vazhdonte, por Müller i ul në gjunjë dhe e bllokoi. Çfarë portieri, vërtet i jashtëzakonshëm. Prit pak, ndoshta e kuptova. Hej, Oli. Fal. Të përpiqemi ta gjuajmë me skëmbëve. Është thjesht një tentativë. Të përpiqemi ta habisim në këtë mënyrë. Do të funksionoj? Gjermania po tallet me Japonin. Jepi! Po të ketë të drejtë Marku, do të mund t'ja dalim. Në mes të këmbëve. Është e kot! Topi me efekt nuk funksionon me atë portier, Oli! Nuk është top, është një gjuajtje shumë e ngadalë, por do të shkojë drejtë në portë. Është pak centimetra nga toka. Müller ka një kontroll defektos. Marku kishte të drejtë. Tani afrohet Everett. Përpiqu ta godasësh me skëmbëve, provoje. Po. Rodet fort. Është një top shumë i rëndë dhe futet me skëmbëve të Müllerit. Shmenduri, portieri gjigant arrin të ndalojë në një farë mënyre dhe tani bën edhe pak spektakël. Si ka mundësi që nuk ka as edhe një pikë të dobët? Unë nuk kam ndërmend të heq dorë. Ndoshta dhe mund të jetë vërtet që nuk ka asnjë pikë të dobët. Është e mundur, por nuk ekziston asnjë portier në botë të cilit nuk mund t'i shënosh. Akoma nuk ka lindur. Po, ashtu është. Po, sigurisht ke shumë të drejtë. Tani e ka marrë topin Harton. Tani, jepi! Kush e di, Oli mund të ketë pasur të njëjtin ide me mua. A je gati, Oli? Gati jam! Harton dhe Lenders gjuajnë topin njëkohësisht. A do të bëhet diçka mes topit me të prerë dhe goditjes së tigrit? Hyr tani! Dhe 1-0! Topi me të prerë dhe goditja e tigrit, dy gjuajtje të kombinuara së bashku, i japin një efekt të pabesueshëm topit. Hapi syt Müller! Mund të ndaloj. Po si vall? Dhe kësaj here e ndaloj. Një shpëtim i pabesueshëm nga një gjuajtje e kombinuar, priti dhe këtë predh interkontinentale. Është absurde. Sido që ti etu nuk do dorëzojmë kur. Asun, Mark, kur? Do ta shohësh se herët avon do të mund të bëj një gol. Jam golshënuesi kryesor i kampionatit japonez. Mund t'i shënoj kujtdo. Sigurisht. Kemi ende shumë forcë. Kombëtarja për të rinjtë e Japonisë nuk do të dorëzohet kur. Deri tani jemi tallur djema, por le të fillojmë seriozisht. Në sulm!
Shikoni çfarë rivënie jashtëzakonshme. Keni kujdes! Margas është më i shpejt. Nuk tala! Ky është imi! Schneider afrohet me njerë tek topi. Kurajo! Schneider përpiqet të bëjë një goditje me kokë. Përkundrazi jo, zbret në tokë bashkë me topin. Jo, e marrë e mira, më bllokuan shikimin. Tani e imi, Benji Price. Schneider bën një kolodum dhe godet. Nesa duket Benji nuk po arrin. Dhe është gol! Gol nga Schneider! Gjermania është e para që shënon. Schneider ka përgatitur të djathtën dhe ka bërë një gjuajtje të pabesueshme. 1-0. Të lumë, Karl! Sa goditje e bukur! Mami, babi, Mari, a e pat? Një gol do të jeti mjaftueshëm për të fituar, sepse këtë ndeshje e kemi ne në dorë. E marrë e mira.